të fundit mes presidentës dhe kryeministrit, cili ka të drejtë? Mes presidentës dhe kryeministrit, cili ka të drejtë do të vendosë gjykata kushtetuese, po shpresoj që do të vendosë brenda një afatit të arsyeshëm, bazuar edhe në kompleksitetin e situatës. Ajo çka është e rëndësishme të theksohet është fakti që Kuvendi i Republikës së Kosovës ka dështuar për me përmbush njërin prej detyrimeve ose funksioneve të saj bazë, siç është çështja e zgjedhjeve, përkatësisht zgjedhjes së presidentit të vendit brenda afatit kushtetues, për faktin se neni 86 paragrafi 2 i kushtetutës së vendit përcakton që zgjedhja e presidentit ose presidentes së re përkatësisht duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentes aktuale, gjë e cila në rastin konkret nuk ka ndodhur. Mirë po që është e vërteta, po ashtu në dispozitat kushtetuese rrethanave kur i referohet çështjes së shkumit në mënyrë automatike në zgjedhje për shkak të dështimit të zgjedhjes së presidentit janë dy rrethana e ato janë në rast se nuk bëhet zgjedhja e presidentit në afat prej 60 ditësh nga momenti i fillimit të procedurave, si dhe çështja e asaj se kur nuk arrin shumica e nevojshme përkatësisht numri i mjaftueshëm i votave në dy raundet e para të vetësosh ose në raundin e tretë 61. Ndërsa sa i përket çështjes së rrethanës kur Kuvendi dështon me përmbyll përkatësisht me zgjedh presidentin brenda afatit prej jo më vonë se 30 ditësh, në mënyrë eksplicite nuk është e përcaktuar në kushtetutë se me automatizëm vendi mund dhe duhet të shkojë në zgjedhje. Prandaj mbetet gjykatës kushtetuese që ta vlerësojë dekretin e presidentes së vendit në mënyrë që të konstatohet në rast se e njëjta është ose jo në përputhje me kushtetutën. Ajo që në fakt besoj edhe pres është që brenda një afati sa më të shkurtër të mundshëm, madje besoj që nga fillimi i javës së ardhshme mos i largu, gjykata kushtetuese do duhej në bindjen time plotësohen kriteret kushtet ligjore që të vendos mas siguri ose mas të përkohshme në raport me këtë proces në mënyrë që pastaj natyrisht ta ketë afatin e nevojshëm, afatin e duhur që pas shtarimit gjitha argumenteve pro dhe kontra në raport me këtë proces të vendos në mënyrë meritore për çështjen e cila tashmë është objekt diskutimi në gjykatën kushtetuese. E qartë, për të kaluar tani në analizë politike, kalojmë tek zotri Shala, zotri Bayraktari, ju qëndroni me ne.